thuhet. Ju inshallah në provë, inshallah nuk. Po, inshallah nuk më sprovon normal, ama unë them që sprova që një kam pas një jetë, më kam bo me kom personin që jam, kam bo femër të fort, më kam bo, dhe me thonë, personin që jam sot që nuk ma trem qërpikun kërkush dhe nuk mundet kërkush me lujt me mu. Edhe që ato sprova që i kom kalu, unë sot thëm edhe nej sprove madhe me martë prej Zotit, unë jam në gjendje me prit edhe jam në gjendje me prjetu, pse se di që sot të rënoj ku me mësu, edhe di që edhe në qëfë se më vjen nej sprove madhe, di që ka me më rrit halama shumë edhe ka me më pjek halama shumë, se okej, tash i konsideroj vetën për moshën që ka me konsideroj vetën të pjekt, ama normalisht njeri ditën që des, di që dit të mësën sene, edhe di që dit të pjekësh, kur nuk je i pjekur mjaftueshëm ti, në qoftë se thu, unë Mateo, jam perfekt, unë i di gjitha, ti nuk ja dën të mirën vetës tane, nuk e dën vetën tane, se ti në qoftë se e dën vetën tane, ti e kupton se ku mund të përmirësosh, se ku ki defekte, se ku gabon, se ku je imperfekt, adin, kur ti kupton çdo gjë, kur ti e din që ja lejon vetës me mësu çdo ditë më shumë, që atëherë ti e kupton që ja dën të mirën vetës dhe e dën vetën. Atë momenti që ti thu jo, unë jam perfekte, unë i di gjitha, unë jam the best, unë jam më e mirë, unë jam më e mira. Aty ti nuk ja dën të mirën vetës, se ja bën veç rrafsh, nuk po lën veten me mësu më shumë, nuk po lën veten me di gjëra më shumë. Edhe ke kry punë.